Jam emocionalisht shumë i lënduar. Kom pas avërsi shumë madhe me afrimin. Kalon brapa fëmijën e vet. Edhe tjetër nuk kam ashtu. Jam i gatshëm të dëshmu sartë më thënë. Jam i gatshëm të dëshmu sartë më thënë. Ka vazhduar dhe me tej gjykimi për sulmin terrorist që kishte ndodhur në Banjsk në vitin 2023. Dëshmin para trupi gjykues dhe ka dhënë zyrtari policor Elez Peci. Peci kishte qenë pjesëmarrës në këtë sulm dhe së bashku me rreshterin e ndjer Afrim Bunjaku kishin shkuar në vendin e ngjarjes. E nderuara gjykat, unë si zyrtar policor jam shumë i lënduar. Shpirtnesht, normal, edhe me humbjen e heroit kontar, tash heroit rreshterit Afrim Bunjaku. Atë natë nuk kom pas lëndime nga shtënat me orëzorës diçka. Mirë po emocionalisht dhe shpirtnisht e shumë lëndu. Edhe një vetës i polë dëmë të më në këtë rast. Unë kom qenë në automjet Toyota me rreshterin e ndjer Afrim Bunjaku, kurse me Shkodë, Drakotër ka qenë Fahri Shola edhe Sedat Dushe. Kër e na shku në Bojsk, i kena parku automjetit, i kena ndonë një mas njojnë. Jena njës në drejtem të kolegëve tonë. Gjatë rrugtimit, do më që atu 20 metra, e kom vrejtë se diçka sa në rregull. Kom vrejtë se fshati shumë terë, drita shumë rrallë, drita ndryqim. Rruga ka e u përshkruj shumë në shumë ndryqim i fort. Kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, një shës, une kom dëshu edhe kom thonë, kolegë, po qkepëm se mundet me konë kurth. Une jum shku edhe jum shtetë në Europa, në më kua motorë. Por me siguru vetën, kom pritë, kom vëzhgu. Në atë moment ka ndodhë në detonim shumë i fort. Detonimi ka qenë shumë i fort, sa që më ka hupe edhe balans. E po marrë vetën në moment, mirë po detonimi ka pasu me njerë me shtëna armësh. Të kalibrav ndryshëm, kur e thëmë këto, të kalibrav ndryshëm. Unë i përkas gjenerates mesme. E kam shërbimin ushtarak, Jugoslavis, të krymë. Nuk jam profesionist i armë, mirë po kalibrat i një. 5.762, deri 12.7 e Gulinovë, ka pas të shtëna armësh në drejtim tonin në formë të honës. Kur thëmë formë të honës, kraj djatë. Nga shkolla, e kraj mojtë deri të hoteli, atje ku është tash posta Kosovës. Në momentin kur e na sulmuhe, unë si që thash e ku morë vetën. Si gjenerato atë mesme për jeto provoje, lufte, sakrificat, pak në kam bo ma të fort, ma të fuqesh. Edhe kum fillu me mbrojt vetën, edhe kolegët e mi duke shti në drejtim këtë rast terrorizm. Mirë po, e shumë të pabarabartë. Se në numër, ashtu dhe në armatim. Toyota e një shës, ka qenë shumë ofër. Kolegu Mirsati ka orë të orë, do më ku im komë në një pozicionum. Nga thonë kolegë e kam plagos rrashtere. Ne veç e pa shumë, s'ke shotë të qka, ne e pa shumë tonë, se e ke shumë ofër. Po me afru ndime shë pa mënshme. Ka thonë, për shkoj për ndezi veturën tem, edhe për afroj për tërhjekun. Pasi që a ish afru prej ofër veturës tonë, do më në shku në drejtim veturës tonë, ish ma ofër veturës tonë. Une për fatë mirë, i lash qelësat e veturës në kerë. Edhe e këmë njoftu i këmë thonë mirësat, qovë se mund është me shku të vetura jonë, qelësat i kinë kerë. U shku e ka morë veturën, edhe e ka pru veturën në drejtim, do mënë e ka ndonë në drejtim të zvorit. Atëherë ka kërku e ndime. Me ndimu, me ngarku se rrashteri ka qenë këgjan peshë. Atëherë i mdollon, nuk kesh më qka ato, do mënë ato ish dhejkja u pajke me sy se s'keshe më ka ato, edhe me thonë tërheqë s'keshe ka. Une ju më shku, ka une e për veturës që këmë dollë, ju më hi mbrapa në veturë, nuk e di pëse në ashtë asim bëroj, ju më nuk së di, ju më nuk pej nalti me kopë rrashterin, do më me të rjekë, s'ko mujtë me më rri. S'ko mujtë se naltë, të jo të shumë naltë. Edhe normal pa isjet, atëherë ju më dollë jashtë veturës, edhe e këmë ngritë, rrashterin e ndjerë, e këmë qitë në ngu. Shto, e këmë ullë, e këmë qitë në ngu. Në ngu, e këmë ullë, kështo, në ngu, e këmë drejqë. Ja këmë shti durët, por me të rjekë nërkra. Atëherë kër i këmë shti durët nërkra me të rjekë rrashterin në ndjerë, mu kanë logë durët. Mu kanë nëzëjë durët. Kër mu kanë nëzëjë durët, e këmë këptu e se o gjak. E këmë ditë se o gjak. Edhe i këmë largu. Këmë thonë mos për lëndaj. Atëherë diplumi jonë i ko ka ishat nalë, dhe këmë ko për ka ishat dhe këmë të rjekë. Deri të dera e automjetit. Të dera automjetit nuk më isha me qitë. Shumë peshe modhe, mirësodi ishte kom, unë ishat nalë të kuka,
Nuk më isha shumë pesh, se isha edhe me pajisje. Një kolegë na ka ndihmu, veç e ka kopë në mes në rrëp, veç pak na ka ndihmu, e kum tërhjek. Do më kur e kum të e tërhjek, mrapa në karrika, antiplumi është i vendosur, po të e tërhjek forca e aj pesha, antiplumi ka dëpërtu, e kum hiq për trupi krejt. E kum gju antiplumin në kërë, do më mrapa, edhe e kum byll derën, kolegu tjetër e kam byll derën e mrapa, edhe unë ju mi të pasagjeri, kurse kolegu Mirsadi u hije të shoferi. Shtenat nuk unë alqen, jo, asë një moment. Kërset ke kire, do më thonë, ajo u bo, edhe tash deri so po u sil, do më thonë të u këthy për drejtën Mitrovicës, e një shumë të kërsit, edhe ka thonë Mirsadi, e raken, do më thonë ma që përthy në gomen. Sulmi që ka ndodhë ndaj nesh, është sulm tipik ushtarak. I trajnuar fort mirë. Nuk ju mballafaqu asë njëherë një jetën temë që është më qëtësër. Edhe qebesa i financum shumë mirë. Që armatimi si ka qenë nuk mundet më blenë trega i armatim. është problem më blenë trega i armatim. Në më thonë është i financum direkt normal prej servis. Personat si Radojqiqi, si Zvonkove Srinjović, janë në pjesën veriore kanë qenë gjithë shka. Ata kanë posë qaq strukturë të organizume, si çdo herë kanë qarkullu me përcjelljet vetë, në gjykatën nderuame. Unë e veç do është me thonë, jam emocionalisht shumë i lënduar. Kom posë afërsi shumë madhe me afrimin. Nuk i përmeni hije ka të mija dhe të kolegëve të mija dhe njëmet. Mirë po hubja ka qenë fatale. Unë shumë e madhe ka qenë. Kalon brau pa thmine vetë, edhe tjetër nuk kam ashtu. Jam i gatë shumë dëshmu sartë më tërne.